Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar. Ditën e sotme do fokusohemi në aktualitetin politik. Me ne është bashkuar avokati Romeo Kara. Avokat, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit ju. Avokat, kemi një gjyq që është akoma në vijim mes zonjës Kryemallit dhe zotit Ilir Meta. Ju e njihni shumë mirë të çështjen. Në çfarë faze jemi? Mendoni që do të dalin nga burgu apo do ketë hetime të tjera? Nuk besoj se është mes tyre. Pra është ndërmjet tyre edhe drejtësisë. Se nuk e kanë gjyqin me një tjetër. E vërtet. Jam pyetur disa herë për këtë proces edhe jam munduar ta jap mendimin tim për te lëkurës të kallëzuesit që jam unë, të një nga kallëzuesve. Shoqi loja procedurale e avokatëve të palëve, edhe pse mundohen paraqiten sikur janë dy palë përballë prokurorisë, por mua janë një, kanë bërë një lojë për të qenë dinjitoze, nuk ka lidhje, nuk është dinjitoze, por kanë bërë një lojë të fortë procedurale duke u ndarë nga njëri tjetri, duke munduar që Ilir Meta të largojë Monikën nga çështja Diaçez, pasi janë 3 akuza, kjo është akuza e parë, dhe Monika të largojë Ilir Metën nga 2 çështje të tjera që janë lobimi edhe të tjera aty. Pra të thotë që Ilir Meta s'ka lidhje me këto punë, po i kam unë. Ilir Meta thotë s'ka lidhje Monika me Diaçez, pastaj Ilir Meta pretendon që Diaçez mund të bjerë në disa variante, siç mendon ai, edhe kështu që ky të dali i larë, domethënë, po dhe Monika gjithashtu të mundohet t'ia hedh. Pra kemi një lojë të cilën e kanë bërë dhe publike, duke stisur mbas edhe problematika familjare, po që në vërtet është një lojë procedurale. Dhe po kërkojnë në disa raste pavlefshmëri provash, por në shumicën e raste papërdorshmëri provash. Pra ndahet, janë dy koncepte juridike që s'janë të njëjta. Dhe provat e papërdorshme janë ato prova që nuk janë marrë sipas parashikimeve ligjore. Pra mund të jetë e vërtet, e provë, ai fakt i provuar aty e tjerë, por që nuk është marrë sipas tyre në konform parashikimeve ligjore. Duke lozur në këtë mënyrë, do të mundohen të godasin procesin dhe pastaj pra të bëjnë një betejë sa më të ashpër procedurale. Në këtë lloj betejë procedurale mundësisht të losin edhe në sulm dhe të godasin provat, qofshin këto dhe dytësore. Pastaj kur goditet një provë që është parësore, i bie që kanë goditur dhe provat e preardhura për saj. Pra, fola i çik gjatë procesin procedural, po kështu e shoh këtë proces. Tani ngelet shohim se sa ka qenë aftë struktura e SPAK-ut në lidhje me marrjen e provave dhe ngritjen e akuzës. Pra, duhet të bindin gjykatën që provat e tyre, akuzat e tyre qëndrojnë, si qëndrojnë dhe faktet dhe provat që mbështesin faktet e parashtruar në akuzë. Avokat, mendoni që ndarja e tyre është fiktive? Kanë këto që ju sapo parashtruat? Po, kishin kohë para procesit ta kuptonin që kishin probleme. Ju filluan probleme direkt mbasi thirrën Metën në 2023, besoj nga vjeshta ose në fillim dimrit SPAK. Kështu që nuk i besoj. Për mua, s'besoj se kanë ndryshuar gjë në ato momente. Thjesht ky proces i detyroi të ripozicionohen të paktën zyrtarisht me njëri tjetër. A mendoni që SPAK mund të ketë një plan B nëse gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nxjerr jashtë lojë provat e saj? Po, unë besoj se duhet kishte plan B, C deri ke zhëja dhe matan, se Meta nuk është përfshirë, besoj, vetëm në këtë proces. Është përfshirë në shumë zullume tjera e gjithë qeverisja e tij. Po besoj dhe gjithë tyre tjerë. Tani nuk po ndajmë do të as Metën, as Ramën, as Berishën. Ka qenë zullum. Kështu që mjafton të shohim mirë çfarë ka qeverisur, si e ka ndryshuar pasuria. Një pjesë mua nuk pëlqen është që pasuria e tij e pafund, sipas perceptimit tim, dhe besoj nuk e kam gabim, nuk është sekuestruar. Ku bazoheni të kjo që sapo thoni? Po dëgjojmë shumë dhe shohim shumë.
Kështu që Qartë, avokat, faktën duke qenë se janë dy procese të ndara, mendoni që do ndahen dhe përgjegjësitë? Pra, duke qenë se zonja Kryemadhi është duke gjykuar nga krahu tjetër dhe zoti Meta, mendoni që nëse dënohen në fund dënimi do të jetë i barabartë për të dy apo janë dy të ndara këto procese? roli ndahet besoj, po dhe përgjegjësia penale është personale. Nëse ka bashkëpunim do të shihet ajo punë, po besoj mund të jetë më duke qenë dhe femër, duke qenë që nuk ka qenë vetë në këto struktura si drejtuese ekzekutive, po ka qenë vetëm deputete, mund të jetë pak më lehtë përgjegjësia Monikës. Sa besueshme është kjo strategji që ato kanë ndjekur, duke qenë se janë dy të pandehur dhe kërkojnë që të jenë individ të paktën të mënyra se si janë ngarkuar akuzat ndaj tyre. Të jenë të ndarë pra. Po, to nuk i beson njeri tani. Do të shohim sa ligjërisht do të arritë të përfitojnë nga ky distancim të përmirësojnë pozitat e tyre procedurale në gjyq, domethënë. Është vetëm një çështje që është duke hetuar dhe akuzohet zoti Meta, por mendoni që aferet e tij mund të jenë më të mëdha se kjo gjë që akuzohet dhe që ju jeni një nga kallëzuesi për ta? Padyshim. Unë mendoj që partia e tyre ishte një band, e mbledhur me një qëllim, organizuar me një qëllim, përfitojnë pushtet për mbledh pasuri dhe të mbledhin pasuri për të mbajtur pushtetin asgjë më tepër. Nëse do të shohim financimin e LSI-s mbas edhe Partisë së Lirisë, nuk e di ndryshimin e financimit nga momenti i ndryshimit të emrit nga LSI në Partitë të Lirisë, unë mendoj do të gjejmë patjetër shkelje të rënda ligjore, sidomos ato shkelje ku parashikojnë financimin e partive politike. Ajo që është e paqartë është edhe lobimi që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një tentativë për pastruar para apo është mirëfilli një lobim sipas jush? Por mua perceptimi tim është një lobim me para të paligjshme, financuar lobimin në mënyrë të paligjshme. Çfarë do sillte kjo për këtë dyshe, për këtë parti? Ky lobim pra. Pra do të sillte që kjo parti ka një financim të jashtëligjshëm. Dhe do të kishte dalë nga ligji. Financimi është shumë i rëndësishëm. Një financim i donacionit të tillë solli daljen me turp nga politika të Helmut Kohlit. Asgjë më tepër. Avokat, me aq sa ju e njihni figurën e Ilir Metës, çfarë zullumesh në thonjza mund të ketë bërë këtij vendi? Po zullumi kryesor që kanë bërë gjithë politikanët tanë mashtrimi dhe vranë shpresën e njerëzve. Njerëzit kanë patur shpresë që ky vend do bëhet. Të paktën një pjesë atyre gjërave që janë thënë publikisht, po dhe publikisht do të mbash. Pra jo të mohonin të tërë të narrativën që kemi pasur në vitet 90. Ku e kemi parë si patriotizëm dhe obligim ndaj vendit të pjesëmarrjen në politikë, aktivizimin në politikë, por edhe rreth politikës. Dhe mendoj që ka pasur shumë idealizëm, që mbase sot brezi tani nuk e kupton. Pra, ne donim që Shqipëria të bëjë. Të dini përtej caqeve edhe mundësive të atij sistemi totalitar, i cili me të mirë dhe qetë e tij e kishte përmbushur misionin e tij, pra nuk kishte më ku shkonte, i ra vetë ai sistem. Dështoi në çdo pikpamje, në kudo ku ishte shtrirë, nga Bashkimi Sovjetik lart në veri deri këtu në Shqipërinë në jug. Kështu që shqiptarët duhet detoheshin drejt një ekonomie të lirë tregu, nga ekonomia centralizuar në ekonominë e tregut lirë, por dhe të ushtrimit të lirive tjera në konceptin universal. Pra, ishte diçka e bukur. Diçka për cilën ne kishim folur fshehurazi, kishim rrezikuar jetën, kishim aspiruar
e kishim mbajtur ato flakën secili në mënyrën e vet personale. Tani kur po hapi vendi menduam që erdhi koha që kjo ëndra për cilën dhe do rrezikonim jetën ta realizoni në mënyrë personale, po na vjen, ai ta bëjmë. Sa e njihni këtë realitet avokat? Kishit folur për sa e njihni, sa e prekshme ishte për ju? Për mua punë vitesh dhe ishte. Ishte shumë e prekshme. Dhe kam folur dhe me specialistë të huaj, kryesisht vini nga FMN-ja, Banka Botërore, dhe kemi rastin, unë gjithmonë e përmend si rast, domethënë. Me që janë përfshirë dhe në një problematik me palën çeke, po të paktën atyre mund t'ju marrin për mirë. Në fillim të viteve 90, ne kemi qenë bashkë me çekët, bile edhe polakët. Polakët bile ka qenë para nesh, emigrant në Greqi. Sot çekët kanë një territor, besoj më të vogël se Greqia, nuk kanë, janë një vend i mbyllur, landlocked, pra pa dalje në det apo në oqean, në qendër të Europës, nuk i kanë kushtet e Greqisë, ka një popullsi edhe më të vogël se Greqia, po në fakt ka një GDP më të lartë se Greqia. Për e vitesh ata nuk janë më emigrant, jo më Greqi, po dhe në pjesë tjera të Europës, si dhe polakët e cilët tashmë pothuajse të rregjur në gjithë vendin e tyre. Pra menduam një tranzicion ku dhe vetë vala emigrimit ishe tranzitore. Pra ikin këta njerëz dhe vinë. Nuk menduam që do braktisim vendin për rastin e shpresës, fare, po edhe mundësive, po kaq shumë janë vrarë mundësit këtu, edhe ëndrat sa është vrarë pastaj shpresa që ky vend mund bëhet, edhe kemi këtë epidemi pakthim të zbrazës vendit. Por unë kam qenë në 91-2 kam qenë 25 vjeç. Ja ku jemi sot, domethënë. Që nuk ka ndryshuar gjë, por them për në disa aspekte është përkeqësuar, domethënë. Parametrat e vendit tim janë shumë më të dobta sot se ato të vitit 91-2. Atëherë kishim një bazë industriale, një bazë bujqësore, kishim një respekt për shtetin si nocion, pa përmendur se çfarë shteti ishte, pra për ligjin si nocion, tani është vrarë. Tani kemi personat që simbolizojnë shtetin apo ligjin. Kemi një aq më tepër që sistemi i vlerave është përmbysur. Pra njerëzit që ta kishin për nder që të merrnin informim të lirë jashtë mureve të burgut, sot kanë të gjithë pushtetin real Shqipërisë në dorë të tyre. Pra bëj fjalë për pushtet politik edhe ekonomik. Dhe kemi njerëzit më të capërluar moralisht, i kemi në krye të politikës. Pra gjithë elita e sotme është një kashillik, një antivlerë, një do të thoja një gëlbazë merituar për çdo lloj shoqërie normale, po që na ka ngelur këtu sipër dhe nuk arrin dot t'i tregojmë vendin. Përkundërzi na imponon ajo dëshira dhe synimet e saj deri tani. Avokat, flitet shumë për zotin Berisha, që dëshiron që të qëndrojë në opozitë, pra qëndron aty me vetëdije. Duke shkuar deri aty disa zëra që thonë që po pasurohet më shumë në opozitë. Është e vërtet që arrin një person, një parti pasurohet më shumë në opozitë se sa në qeveri? Po i keme deklarimet e pasurive minimumi. E dyta, po të ushtroni të drejtën tuaj gazetarisë, të paktën gjysmë investigative, jo më tepër, se sa para ka harxuar ai person për të rimarrë partinë e tij në 2021, 2022 e tjerë, me foltore dhe me tjerë, dhe kuptoni që nuk i mbarojnë milionat e eurove. E dyta, vetëm në një proces partizani i kanë dalë një 40 prona familjes tij. A mendoni që ai si kryeministër nuk ishte ndjeni që me ato veprime dhe me ato vendime që ai merrte nuk përfitonte familja e tij e ngushtë? Ai më tepër që ka pasur dhe përplasje deri në publike, për shembull me ish-pronarin e klubit apo financuesin e klubit Partizanit kohës.
parolaçe e tjera. Kështu që nuk është një nga aferat e vogla të këtij personi, domethënë. Se ka pasur tjera, për shembull, që kanë qenë më tragjike për gjithë vendin. Po flas për firmat piramidale, po flas për vërtetën, dhe po e mbyll në bashkëfaqësinë e tij me Nanën dhe me Ramën, që është afera Bankersit. Sa moral mund të ketë një person që mund të bëj kaq shumë gjëra njëkohësisht dhe nga ana tjetër të tentoj pra pushtetin, të futet në garë, të rivalizojë dhe të jetë poli i dytë rivalizues ndaj partisë në pushtet. Pra çfarë morali individual por edhe politik mund të ketë? Morali i tij i Ramës dhe i Metës është morali atyre që janë me brek në përkëmbë, po që për moral. Moral nuk kanë ata dhe nuk e njohin. Po ti flasësh vetëm për veten për moralin, ata të zgërdhien para fytyrës në mënyrë patësip, domethënë. Morali i tij është interesi i tij. Por mua si person, fjala ime, kur nuk kemi një diçka të bazuar në ligj, po që flasim, ku njeriu premton dhe mban premtimin, tregon që është burri i fjalës. Për mua fjala ime është ligji im, është nderi im. Pastaj ajo që ne pranojmë për ligj për bashkët, dhe pranojmë, kjo është vendosur nga shteti, po që është një ligj i drejtë e tjerë. Pastaj flasim për ato që janë ligje hyjnore, që për mua janë të jo vetëm pranueshme, po që duhet të jenë detyrë dhe orientim për gjithë. Se mbi këto ligj është ngritur dhe punon sot dhe ka një moral njerëzimi, po dhe OKB-ja dhe organizma tjera të cilat janë duket sikur janë parol, po që në moment caktuara mbajnë gjallë atë ndërgjegjen kolektive të familjes popujve. Kështu që morali i tij, për sa kohë që ai pasurohet në mënyrë palishme, ndërkohë që shqiptarët varvarohen, dhe për sa kohë kuptohet që gjithë kjo lojë ka një çelës nga varet, është një kod zgjedhor që i ka mohuar shqiptarët zgjedhje lira të ndershme, i cili mban në mohimin e tij dy firma, dy autor, Edi Rama dhe Sali Berisha. Ky është morali i tij. Morali i njeriu i cili i ka mohuar vendit të tij lirinë, e ka mashtruar, e ka djegur, e ka capërluar. Mos harrojmë që 97-a ka pasur mbi 3600 vrarë për një moment, pastaj ka vazhduar kusuret se nuk ndalet gjaku aty, dhe mbi 60 miliard dollar dëme. Ky është morali i tij. Dhe ka guximin pra një njeri i cili ka disa mijëra të vrarë në ndërgjegjen e tij, direkt dhe indirekt, vazhdon flet. Dhe ne themi që kush nuk ka turp gjithaj bën. Kush nuk ka turp bëhet dhe Berisha, domethënë. Bëhet dhe Sali, bëhet dhe Sali Berisha. Avokat, për të ndalur te ky personalisht, ju keni marrë guximin që të kallëzoni një person që në ato kohë ishte ndoshta nga më të fuqishëm në vendin tonë, ka mbajtur gjitha postet, kryeministër, president, kryetar kuvendi, ministër, infrastrukture, po jo vetëm. Sa e rrezikshme dhe sa kosto personale ka pasur kjo për ju? Unë kam kallëzuar para tij dhe Berishën, edhe 60 persona të tjerë. Janë Srulin e tjerë, për privatizimin e OSSH-s nga Çezi. Pastaj jam marrë me burin e Monikës. Kostot vazhdojnë. Jam parë si personi që prisha harmoni politike. Ai sapo zgjodh president me votat e PS-s në mënyrë unanime. Unë ndoqja të drejtën, nuk ndoqja pazarin politik, edhe pse llogarinë dieta bëja, po ishte detyra ime të shifja si funksionon pazari politik mbi afera. Përkundërzi kam dashur që gjithmonë politikat të dalin nga qertulli i pazarit politik. Këtë vedi e kam pasur gjithmonë, se kam njohur politikën shumë herët. Pra politikat bëhen mbas vlerash, edhe në debat platformash të përcaktuara të hapura publike. Siç kanë politikë, gjithmonë politika ka një prapasken, po
jo vetëm pazar. Po iku dhe fia fundit e moralit, e politikë pastaj është fatkeqësi dhe tragjedi. Aq sa koha jo vazhdon. Maj sa ju e njini zotin Meta, mendoni që pas daljes nga burgu mund të merret prapë në politikë? Po, në këtë vend tani, se i ka kënduar Tiranës, tani ka ngel t'i bëj dhe i këngë Shqipërisë, që bëri vetë Rama. Çdo gjë mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë, tani ta bëj jetojmë në Shqipëri. Siç e kanë bërë të punë, jemi lodhur nga Rama, jemi mbytur, domethënë njerëzit edhe janë mbytur nga prania e tij. Pra, dhe protesta e tij është kundër atij, se janë mbytur njerëzit me të. I merr le pastaj për ata që pasojnë atë, që janë anti-vlerë totale, domethënë. Po dhe ky që është dikushin politik, një dhuritar e tjerë, janë mbytur njerëzit, janë lodhur me të, siç u lodhur me De Gaulin e tjerë. Po De Gaulli paktin bëri ca të mira, ngriti Francën. Edhe ai mbas kohësh të thonë njerëzit, më prit se s'ka qenë dhe burr i keq. Po ti ishte nano gjallë dhe ai mund të rinjë politikë prapë. Kështu që ne harrojmë shpejt edhe riciklojmë. I dëgjoj njerëzit kur thonë, pse merrni me Berishën, e ka 13 vjet që ka ikur. Ora maskara, po qofse ai ka vjedhur para 13 vjetësh dhe ka filluar vjedhjen që kanë atë dyshej, se s'kalon kusur pa vjedhej. Nuk dënohet ajo vjedhje. Drejtësia thot kur zbulohet, dënohet. Tjetri shkon 80 ca vjeç, 90 vjeç, edhe dënohet për një përdhunim që ka bërë kur qenë i ri. Do shpaguhet ajo që ka bërë. Nuk flej qertë shpirti shqiptarit pa shkuar Berisha të marrë çaj takon. Edhe vetëm për autoritetin që ndërtoi me dhunë, mbi ligjin, mbi konceptin shtet, duke shkelur barazin, duke na paraqitur si sundimtar, se ishin njëri që servir vetëm mbi ligjin, edhe ai dhe Rama. Po paraqiten si sundimtar. Këto janë definicionet që njeh doktrina. Ti guxon paraqitesh mua si sundimtar. Kë sundon ti? Mua më sundon? Po bëj si unë po flas në emër të popullit. Mund të kanë votuar ty dhe ne i bike që i zgjidh kemi me votë sundimtar, ne kemi zgjedhur qeveritar, menaxher. Ju në bëni sundimtar. Po duhet vinë ditë, do ta paguni kaq keq sa nuk ka më. Dhe po nuk u bën me zero llogaritë e tyre para reale. Dhe të mos i lihet mundësi të jetojnë me gjëra tjera, pa atje me kamera. Si do jetojnë? Si do e përballojnë jetën? Me atë pensionin do mbri Berisha të ketë aq jetë, uroj ta mbri. Ai edhe gruaja e tij, me atë pensionin që kanë tjerët. Burri i shtetit duhet jetojë me rrogën minimale të shtetësve vet. Për të kuptuar dhe hallin e atij shtetësi që ka më larg. Le të jetojnë njëherë këta. A jetojnë dot apo jo? Do t'i shtyn dot 3 ditë me atë pension apo jo? Mbas edhe i ditë jo. Pastaj dalin bëjnë dëngja. Se edhe nuk flasin bukur, po dhe ne janë shëmtuar për arsyeve tane, edhe si portret, se ju ka dalë shpirti i ftyrë si njëri dhe tjetri. Njëri më i bërë se tjetri është. Mendoni avokat që ata bëjnë marrëveshje të fshehura me njëri tjetrin që publiku nuk e di, pra bashkëqeverisin në një farë forme? Ata vetëm bashkëqeverisin. Në mënyrë absolute po. Jo mendoj, po e ndjej dhe e shoh, ata vetëm bashkëqeverisin. Kodin zgjedhor e keni pikën më institucionale bashkëqeverisë tyre. Kështu që ata vetëm bashkëqeverisin dhe duan vetëm vegle. Le çfarë thon, mos i ngjoni kurrë ata se çfarë thon. Mos i ngjoni se çfarë thon për të ardhmen. Ata janë ajo që ato kanë bërë me vetdije plot për gjatë gjithë qeverisjes tyre. Edhe të dy bashk me një ndërprerje kanë një qeverisje minimumi 30 vjeçare, të dy bashk. 13 vjet e ka Berisha, ai në krye të shtetit, 13 e pak e ka ky. Në krye të shtetit janë të dy njësoj. Berisha 8 vjet kryeministër dhe 5 vjet president, edhe zotëria ka mandatin e 4. Ka bërë dhe një vit nga mandati 4, pra ka fiks 13 vjet e pak. Kështu që janë identik. Pavarësisht që duken ndryshime të jashtme, njësoj janë.
Ja marrin një tjetër këshilltarët, njerëzit, drejt shejtani, parat. Mos harrojmë se flasin për patronazhista, se ke i pjesë madhe të Berishës që i ke atje në shesh. Që bëjnë sikur kanë shku te sheshi për të marrë fytyrën e protestës dhe për të hedhë helmin e Berishës. Që flasin kundër patronazhistëve. Po flasin kundër patronazhistave, ministra, deputet që merren me problemet e Berishës. A janë dhe të pjesa drejtuese e protestës këta personat Berishës? Po nuk e di që e protest pas ka drejtues, po e shoh që e kanë uzurpuar, domethënë. Ta lësh protestën pa kokë, të pa zhvilluar në gati 3 muaj, pa pjekur mendim politik, pas nxjerrë alternativë politike, për mua ke kontribuar nga ana fizike, ose të kohës fizike, për të ndërtuar diçka teknikisht atje, t'japim 10 pikë, po që ke mohuar të bëhet protest, të piqet mendimi politik, alternativa që kërkojnë ta etj, aty ke minus 1000 pikë pastaj. Pra kanë hyrë si shërbëtor teknik në protest, fa ka marrë peng protest. Me vetëdia apo nga mosdia? Po me vetëdia plot. Mosdijen ta mbajnë për vete. Kur janë mosdije, mos dalin atje. Ne nuk kemi ditur në vitin 91-2 ku po shkojmë, dini nga po ikëm, dini ku po shkojmë. Tani e dim. Dhe pak në brezit tim nuk ja edhin dot. Cili qëllimi avokat? Për të kapur këtë protestë dhe për ta Po qëllimi shqiptar është të bëhen protagonistët pasurohen nëpërmjet kësaj loje, kaq. Ka pasur pasurime? Besoj se po. Lajme çuditshme kanë pas, se përveç në krijuar ca pseudo figura në protest, po të arri rojët e tyre të mburën që duke shkuar mbas tyre kanë xhep 10-15.000 euro. Kjo është çike e tepruar, po që është edhe vërtet. Protesta mendoni që do po shoh dhe ka ca akuza për shembull që i kanë nxjerr Fred Sako. Mundohem të heqja të ujin që mund t'i vërë Fredi, po kanë nxjerr me emra, me lista dhe me pagesa. Dhe njerëz që janë protest, po që kanë të gjithë të lidhur me një tjetrin. Krushqi, Farefisni, lidhje direkte burrë grua të tjerë. Si rastisht pasën qenë këtu këta. Mendoni që protesta mund të krijojë një lloj alternative apo vetëm shërbeu për zgjuar pushtetin, për ta vendosur me këmbë tokë? Protesta vrau frikën dhe bëri pushtetin që mënyrën se si zgjati i dha shumë ditë pushtetit, unë do kisha vepruar ndryshe, domethënë, nese. Dhe pushteti ka vënë funksionim makinerinë e tij. Tani nuk e dim. Koha ju desh më tepër protestuesve apo i desh pushtetit. Edhe mund të dalësh në fund të ditës thuash është dita 75, ne po rezistojmë. Duhet të rezistoj pushteti apo duhet të rezistoj protesta? Se kur s'ke mentalitet fitore, sulmi është çike vështire. E shërben si fitore që ne për pashu, se çka ka për protestu? Se ky pushteti shumë i rrezikshëm. Unë kam pas përballë gjithmonë pushtetin e këtyre aleve të Shqipërisë. Përballë të Ramës e të Berishës. Përballë me të nga mesin dark. Ka që pa mundur qeka, po s'është ka që pa mundur. Kur e ndarë mendjen, të ish përballë dhe do fitosh patjetër. Po dhe në rënd çdo biesh atje me nder. Se i kanë bërë që këta kanë rënë nga qielli, edhe ne jemi kështu qenie të neveritshme, që jemi të dytësore kështu, ne nuk kemi të njëjtin ndërtim si puna këtyre sodimtarëve tanë. Dhe ne meritojmë vetëm të nënshtrohemi edhe të jemi qenë dopta, domethënë përballë tyre. Ndërkohë që kjo protest mund të rrisë shumë personalitete. Ti piqte ata dhe të rrisë shumë personalitete në këtë vështirësi, po dhe të piqe mendimi politik. E për mua duhet ishte radh parë ligji për zgjedhjet e lira të ndershme, dhe ai ligj ka derivate të tjera, se këtu është gjithë loja, këto janë të drejtat që na shkelur ne. Ka pastaj ligjin për administratën publike dhe vazhdojnë të tjerat. Avokat, mendoni që në të ardhmen e afërt për muajt në vijim do të ketë arrestime, qeveri teknike, rrezim pushteti, si e Po çfarë qeveri teknike, kush do e negocioj? Këta pazarxhit atje në shesh. Ndryshe janë njerëzit atje. Mu për shembull simboli protestës është një vajzë. Mund të jetë 30 pak vjeç,
çantën krah, ajo, si puna e saj që themi në strat, mikrofoni edhe shpreh vetë në vetë. Çfarë ta më që me një mikrofon du të kapin një epokë të tërë. E kuptuan këta që mund të bëhen protagonist, edhe aq më tepër që thuhet që që kanë të instrumentalizuar apo drejtuar nga Soros, se dolin një 10 veta që kishin lidhje vetëm me të. Aq më tepër që kanë mercenar, pra nuk janë njerëj që kanë nxjerrë vullnetin e tyre. Nëse zemërimin e popullit ti e kanalizon ashtu, atëherë i bie je më i poshtë sa mendohet. Dhe mendoj që dekalojnë kështu, domethënë, njerëzit që mund të jenë se kam parë për sherrin me Mita Tavarin, sherrin me Cakon, sherrin me këtë, po kush mutin janë këta? Edhe kur i kritikoni kundër vjen njerëz më keq se sa palaçot që ka PD-ja, ato shpreh patronazhist, përmeditja, kush janë ta? Ti hajdutër, ti je vrasës i shpresës të njerëzve të tjerë, ti je hajdut që vjedh idealin e tjerëve, vjedh kontributin e tjerëve, vjedh zemrimin dhe revoltën e tjerëve. Që aty kam parë fytyra edhe më të qija sa do të PD-s bile. Kur e kuptuat avokat? Po, më kem parë se duke parë me ditë si po shkon kur kuptuar, e kuptova se i pash nëndër, çat unë mendoj që jam në një moshë tillë që mjafton kur shoh gjëra që përsëriten, ka fituar qytetarin tani tërprerja e fjalës lirë atje. Ka marrë fund. Edhe pavarësisht që nuk dua ta godas, po them me gojën plot, 5 katunarë ndryshëm, një nga Rjolli e një nga Kudigjon, nga Mallakasa e tjerë, kanë bllokuar atë aty zërin e lirë qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, por kryesisht Tiranës, duhet përfunduar në kokë. E po thonë këta mos u përçani, po kujt me këtë do bashkohemi? Me ata që s'ka parime, që s'ka norma. Jo, duhet patjetër të thuhet në parimet e mia. Mos e bëj diçka kur nuk është e drejtë, mos e thuaj diçka kur nuk është e vërtetë. Këto po prit se ashtu është një punë, se më vonë do merremi me këto. Këto janë mashtrime edhe poshërsira që i shkojnë vetëm një nivelit ulët logjik, jo njerëzve që kanë mend në kokë. Kështu kam parë to, përplasjet e fundit i kam parë me shqetësim. Ta i bie që pas kanë tjetërsuar një pjesë vullnetit protestuse. Dhe aty është kjo lojë që protestuesi vërdall nuk e din, ai po tepër që i pash dhe si dy banda të akuzojnë me njëri tjetrin pastaj me hujje me tjerë, sa goditën dhe atë djalin e shkretat të flamurtarin, po. Këta i shoh si fytyra të zeza si antiprotest. Faleminderit avokat. Për këtë intervistë faleminderit shumë për qasjen tuaj të vërtetë. Faleminderit.